shumë përzemërt, me zëvendës president e Forca Italia, të cilën Debra Bergamini, të cilën unë e kam patur mikesh të vjetër, e njohur ka qenë asistenti e parë e Silvio Berlusconit, pati dhe përfaqësues të partive tjera me të cilë të diskutuam për bashkëpunimin midis forcave tona politike. Pra, mesazhet e Podgoricës janë mesazhe mbështetje të plot për Partinë Demokratike dhe fitoren e saj në zgjedhjet e ardhshme. Nga Podgorica, siç e pat, u ktheva në një miting me zjarti që ka njohur Pallati i Sportit i Shkodrës, që ku janë hedhë themelet e tij gjerë sot. Kam qenë në atë pallat shumë e shumë herë, por entuziazmin, optimizmin dhe energjinë që ndjeva, përjetova gjatë atij takimi nuk kisha parë asnjëherë. Paraqita deputet të shkëlqyer, para atyre qytetarëve të mrekullueshëm, dhe i gjeta të vendosur më shumë se kurrë qytetarët e Shkodrës dhe të qarkut të Shkodrës të votojnë Partinë Demokratike dhe Aleancën për Shqipërinë Madhështore. Programi i Partisë Demokratike dhe Aleancës për Shqipërinë Madhështore, siç mund të keni konstatuar dhe ju vetë, po bëhet pjesë shpirtërore e qytetarëve shqiptar. Motoja jon se do t'u kthejmë parat shqiptarve, po ngjit gjithnjë e më shumë. Minimumi jetik 200 eurosh, rritja e pensioneve me 20%, rritja e rrogës minimale me 20%, rritja e rrogës mesatare në 1200 euro, karta e konsumatorit për pensionistët dhe rrogultit, kanë patur një impakt shumë pozitiv. Çdo ditë unë marr pyetje nga kategori të ndryshme të njerëz të braktisur, njerëz në nevojë. Një nën më drejtohej. Jam me 2 fëmijë. A do përfitoj unë për fëmijët e saj jetim? Do përfitoj 200 euro për fëmijë. Po, fëmijët jetim do të përfitojnë 200 euro që të gjithë. Do ketë pra, nuk mund të ketë më shqiptar të agresuar nga varfëria ekstreme. Jo. Kjo merr fund. Nuk mund të ketë shqiptar me çerek pensioni, gjys pensioni apo 2/3 pensioni. Do ketë shqiptar me 200 euro. Do marrin me kartë e konsumatorit, do marrin 450 euro sot për sot, se nesër kur rritën çmimet do shkojë edhe më shumë. Kompensim për TVSH-n që paguaj. Energjia do zbresë në 7 lekë për kilovator. Nafta do zbresë në çmimet që ka Kosova. Pra, kjo paket që e quajmë paketë e dhimbshurisë, dhe që në fakt nuk është asgjë tjetër vetëm pa kthim i parave tek shqiptarët, se atyre merren taksat
atyre merren dhe ne tani do I kthejmë atyre. Ne nuk do të shpenzojmë 130 milion euro për djegësin që nuk ekziston. Kryeministri nuk do të udhëtojë me 21 milion euro në 2 vjet me aeroplan taksi në dispozicion. Jo. Do udhëtojë me linja tregtare. Nuk do blien Kopshte Edeni 5 milion euro. Një çmenduri e pa imagjinueshme, sigurisht sultani I Surenit. Jo. Do kthehen në pensione, nuk do shtrohen darka dhe dreka me shishe 33.000 euro. Jo dhe jo asnjëherë. Pra, çfarë do bëhet me këto? Nuk do ndërtohen rrugë me 10 fishe çmime, po do ndërtohen rrugë edhe 10 herë më lirë apo 8 herë më lirë se sa ndërtohen sot. Para do kthehen shqiptarëve. Para do hipen rroga, para do hipen rroga, do hipen pensione, do hipen bonus, do hipen